Një atentat i ndodhur pak pas mesnate në zonën e Shkozës në Tiranë përfundoi me plagosjen e efektivit të policisë Angelo Kumaraku, i cili ndodhej jashtë shërbimit. Ai ishte duke qëndruar pranë banesës së fqinjit të tij, Kledi Spaja, kur drejt tyre u hap zjarr nga një automjet në lëvizje. Plumba që sipas hetuesve kishin si objektiv 31 vjeçarin Spaja kapën aksidentalisht policin në këmbë. Gjendja e tij fatmirësisht paraqitet jashtë rrezikut për jetën. Burime nga grupi hetimor bëjnë me dije se ngjarja lidhet me një konflikt të hershëm për borxhe mes Spajës dhe dy vëllezërve Aldo dhe Ali Lika, të cilët dyshohet se organizuan sulmin në shenjë hakmarrje pas një përplasje fizike që kishin pasur më parë. Pas identifikimit, të dy janë shpallur në kërkim, ndërsa në vendin e ngjarjes u sekuestruan 7 guzhoja. Gjatë verifikimeve, rezultoi se Kledi Spaja kishte thyer masën e sigurisë arrest në shtëpi, të vendosur pas arrestimit të tij në janar për armbajtje pa leje. Për këtë arsye ai u vu sërish në pranga. Ndërkohë, ndaj efektivit Kumaraku nisi një hetim disiplinor dhe u pezullua nga detyra pasi kishte dieni për shkeljen e masës së sigurisë nga fqinji i tij, por nuk kishte njoftuar strukturat policore. Hetimet vijojnë për kapjen e autorëve dhe dokumentimin e plot të ngjarjes.